Një drekë e shpejt, e shishme, se po bën vap edhe këto lëndje na nevojiten shumë në trup. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë, një 3 llokma mish viçi, të lehtë me kos, për aq sa më duhet mua do përdor 1 gotë e gjysmë me kos. Edhe një çik limon. Sa me thonë, rreth 1 lugë gjelle me langun. Jo ta teprojmë edhe thartina me karar. Në këtë mas do hedh 1 lugë me niseshte, 1 lugë niseshte, edhe 1 kokër vezë. Shumë pak kryp se ka dhe lëngu i mishit pak, krypa hudhet gjithmonë me karar. I përzim gjitha bashkë përbërësit. Tashi do marr tenxherën e mishit, që e kam zirë më përpara, pastaj ta kaloni në atë pjesën e kosit, heq llokmat e mishit, i largoj. Aq sa ju ndodhet në shtëpi, sa për shije, edhe langun e ka bërë shumë të mirë. Tashi e kaloj mbush gotën me lang, ju thash do ta leni 10-15 minuta pak të ftofet që mos pritet. E përzim me kosin edhe me vezën. Po gjithmonë duhet jetë pak e kullume, se langu duhet jetë i pastër, i kthjellët. 2 gota me lang. Gjithmonë do dominoj më shumë langu i mishit. E përzim masën. Mos bëhet topa dhe të pritet. E mulojmë. Do ta provoj pak për thartim. Nuk është se është keq. Po, do ta lej dhe pak më të athët, se e tërheq shumë vapa thartinën. Edhe pak kryp donte. Ashtu e lej tenxherën të mori vak, ndërsa me llokmat e mishit, ishën, në këtë mënyrë do rrijë dhe mishi, derisa t'i vi vakti për t'i hudhë në fund. Nuk do përdorim as oriz, as makarona, është supë kosi. I muloj pak të bëhet pak më shpejt. Nuk do hiqet pa marrë val dhe të bëhet një masë homogjene, jo e trash. Nuk e lejmë atë vijë, e largojmë, se do merrem me pjesën tjetër. Do t'i hudh pak vaj dhe pak lym, që të përvlohet. Gjysmë lugë po hedh me lym. Do lejmë pak të marri pak ngjyrë ynyra dhe do t'i hedh pastaj copat e mishit, që të skuqen pak aty, edhe e bë më të shishëm. I hudhe një pikë kryp, që të marrin pak levet. Po duhet patjetër që të marrin pak faqe, po ta bë akoma më të shishme. Që t'i vi një shije shumë e mirë, duhet të kavërdiset pak mishi mas djerjes. Tashi i largoj, ka marrë dhe ngjyrë. Edhe po përcep tashi, po mama, po mbinoj pikë në fytyrë. Tashi siç është, do ja hudh sipër. Një drekë e shpejt, e shishme, pak kos, edhe një 2 llokma mishi, dhe përgatit një drekë, një vakt shumë të mirë, një makaron ose në një pilaf, që e përforcon pak dhe të tmaj. E ke edhe lëngun për kalori, ke edhe pilafin ose makaronën, që mban trupin, dhe jenë formë gjithë ditën. Edhe shumë i shishëm, se po bën vap, edhe këto lëndje na nevojiten shumë në trup. Na bëft mirë dhe ne.